Në kuadër të luftës kundër shitjes së narkotikëve, policia e shtetit ka zhvilluar disa operacione. Një 35 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Korçës pasi u kap me disa doza lëndë narkotike kokainë, të cilat i kishte bërë gati për shitje. 35 vjeçari u lokalizua dhe më pas u ndalua dhe gjatë kontrollit në mjetin e tij u gjetën dozat e kokainës. Në cilësinë e provës materiali u sekuestrua dhe mjeti me të cilin po lëvizte 35 vjeçari dhe 3 telefona celular. Po ashtu policia e Korçës ka nisur procedimin penal për një 16 vjeçar pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi lëndë narkotike Cannabis sativa. Në Berat policia e këtij qarku ka finalizuar operacionin kultivimi, ku është zbardhur rasti i kultivimit të qindra bimëve narkotike Cannabis sativa në vitin 2021. Në pranga është vënë shtetasi Shaqir Helmi dhe janë shpallur në kërkim Bardhok Dheshi dhe Enver Muça. Këto shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kultivuar në fshatin Mendrak të Kuçovës në vitin 2021 disa rrënjë Cannabis sativa, të cilat në atë kohë u identifikuan dhe u asgjësuan nga policia. Në zbatim të vendimit të gjykatës së Beratit, policia ka bërë kontrolle edhe në disa banesa, ku gjatë tyre u gjetën 16.980 pound britanik, një armë gjau dhe një armë sportive.